Të nderuar nëna dhe baballar, ju porosis me devotshmërinë në Allahun e lartësuar, në devotshmërinë ndaj Zotit tuaj, ndaj krijuesit tuaj, dhe dijeni se prej amaneteve më të mëdha, prej përgjegjësive më të mëdha që ne kemi mbi supet tona është edukimi i brezit të ri, apo edukimi i fëmijëve tanë. Allahu i lartësuar na ka lënë amanet edukimin e tyre, na ka lënë amanet dhe përgjegjësi të madhe arsimimin e tyre, dhe mbrojtjen e tyre me anë të edukimit dhe edukatës së lartë, virtyteve të hishme, sjelljeve dhe moraleve të larta. Ndaj dhe Allahu i lartësuar na porosit duke thënë: ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran, o ju besimtar, mbroni vetë tuaja dhe familjet tuaja prej zjarrit të xhehenemit. Kështu që është përgjegjësi e madhe vëllezër. Edukimi i fëmijëve është përgjegjësi tepër e madhe dhe amanet i rënd mbi supet tona, të cilin duhet ta kryejmë me sukses. Pra Allahu na porosit për mbrojtjen dhe ruajtjen tonë dhe të fëmijëve tanë. T'i ruajmë prej shkaqeve që çojnë në humbje, në ndëshkimin e dhëmshëm të Allahut të lartësuar, dhe po kështu t'i mësojmë atyre shkaqet që çojnë në kënaqësinë, fitimin e kënaqësisë së madhe të të madhit Zot subhanahu wa ta'ala. ولا جمع مال تغى الشهوات